politike. Si ke parë ti deri tash pra sa përket Kosovës dhe portretizimit të saj tek ndërkombëtarët? Është interesant që ndërkombëtarët e kanë hequr dorë nga ndihmesa të cilën ata e kanë bërë në vazhdimsi gjatë konstituimit të institucionet të Kosovës që nga pas lufta. Por mungesa e ndihmës së tyre po rezulton domethënë me një sjellje të tillë ku kosovarët, shqiptarët e Kosovës, domethënë nuk janë të aftë të ndërtojnë një parlament në të cilin vetë janë votuar. Kjo tregon që në qoftë se ndërkombëtarët nuk do të angazhoheshin edhe më herët në ndihmë të formimit të institucioneve, ne këto ngatresa do t'i kishim pasur edhe më herët. Fakti pse ata për momentin nuk po ndërhyjnë dhe nuk po angazhohen, domethënë është një tregues që e shfaq papjekurinë e thellë politike të klasës tonë që është ngjitur në parlament. Pra, unë mendoj që ata po bëjnë një test në të cilën fatkeqësisht, lehtësisht argumentohet një tezë serbe e ngritur në literaturë dhe në propagandë, në diplomaci, edhe e njohur që shqiptarët nuk janë të zotë të ndërtojnë ose të mbajnë një shtet. Prandaj, unë jam shumë i frustruar me sjelljen e tyre dhe ashtu siç unë domethënë që allokoj sigurisht për interesat e Kosovës dhe për interesin kombëtar, jam i frustruar në kuptimin e asaj që këta njerëz domethënë janë të paaftë mendërisht dhe mungon vullneti për të bërë një punë të mirë për atë dhe kështu do t'i vlerësojnë edhe ambasadat e huaja, edhe shtetet e huaja, edhe komplet diplomacia e cila merret me Kosovën. Po, do t'i blaka ju të falenderoj shumë për këtë lidhje.